E falenderojmë Allahun xhalla shanuhu me një falënderim që i takon madhrisë së Tij, i cili me urdhërim bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhi salam. Paqja dhe mëshira e Allahu qoftë mbi të, mbi familjen e Tij të pastër, shokët e Tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të Tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është: kur të ndryshojnë njerëzit, do të ndryshojë edhe koha. Allahu është krijuesi i botëve. E botët janë të dukshme dhe të padukshme, bimore dhe shtazore. Njeriut të cilit i u dha arsye dhe u krijua në trajtën më të bukur, i u dha që botën ta rregulloj, baraspeshën ta ruaj, me një fjalë që ashtu si gjithçka tjetër të jetoj në nënshtrim. Për këtë ai duhet të edukohet. Sjelljen e vet duhet ta përputh me kërkesat e krijuesit ton. Allahu xhalla shanuhu e ka ngritur botën mbi drejtësi, mbi baraspesh dhe mbi dominimin e së mirës. E keqja nuk vjen prej Tij, por prej nesh. Allahu xhalla shanuhu thot: e mira që të godet është prej Allahut, e keqja që të zë është prej vetës tënde. Të gjitha problemet që e rëndojnë në shoqërinë tonë i kemi shkaktuar vetë. Të gjitha devijimet në shoqëri janë produkti jonë. Dhe gjërat nuk do të ndryshojnë vetvetiu, as nuk do t'i shërojë koha, siç pëlqejmë shpesh të themi. Do t'i shërojnë njerëzit që ndryshojnë, në cilën do kohë. Po të ndryshonim ne sot, tani, duke u stolisur me cilësi pozitive, koha në të cilën ndryshon gjendja jonë dhe e shoqërisë sonë, do të ishte koha jonë. Allahu xhalla shanuhu thot: o besimtar, nëse ju hiqni dorën nga feja, Allahu xhalla shanuhu do të sjellë një popull që ai i do dhe që e duan atë, që do të luftojnë në rrugën e Allahut dhe nuk do të friksohen nga qërtimi i askujt. Kjo është mirësia që Allahu xhalla shanuhu i ja jep atij që dëshiron. E ai i lartëmadhërisht është pafund i mirë dhe gjithçka di. Çdo njeri mund të jetë prej atyre që janë të afërt me Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Nëse dëshiron, ja receta. Ebu Bekri radiallahu anhu thot: te ai që gjenden cilësitë vijuese do të jetë i mbrojtur nga fatkeqësia. E prej nga vjen fatkeqësia? Prej nesh vetë. Te ai që gjenden këto cilësi do të jetë i mbrojtur nga fatkeqësia dhe do të regjistrohet te ata që janë të afërt me Zotin e lartësuar. Sinqeriteti, në veçanti sinqeriteti i niyetit në kryerjen e veprave. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: lum ata që kanë nijet të pastër, ata ndriçojnë në shoqëri si llamba në errësirë. A nuk duhet të mendojmë të gjithë bashkë se sa njerëz njohim për të cilët jemi të sigurt se nuk do të na tradhtojnë, që janë ato llamba në errësirë që kanë mbuluar shoqërinë tonë, ku mosbesimi dhe dyshimi janë gjë e përditshme. Durimi, posaçërisht durimi në të bërit mirë, ose siç do të thoshim në të mirën e këmbguljes. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: kujt i dhemb kokën nga puna në rrugën e Allahut, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, Allahu do t'ia falë mëkatet e vogla. Nuk ka pa mund, por pa atë mund në emër të Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, pa atë përpjekje që të gjithëve
e jo vetëm disave të bëhet mirë, nuk ka përparim në shoqëri. Prandaj, duhet të ketë njerëz të gatshëm të sakrifikojnë dhe të vetëdijshëm se do t'u dhem kokën nga angazhimi i tyre, por duhet të jenë të gatshëm të luftojnë që të ketë asfalt në rrugë, kanalizim, ndriçim publik, ambulancë, qendër shëndetësore, banatore, vetur mjekësore, vetur për bartjen e kufomave, frigorifer motor, dhomë pritje në të palme, fur, shtëpi kulture, ndërsa të tjerat, falë Allahu Gjellëshanuhu, rinia me aktivitete na i ka ofruar dhe gjitha këto janë luft në rrugën e Allahu Gjellëshanuhu dhe për të gjitha këto në shoqërinë tonë të përgjithshme mosbesuese, shpesh të dhem koka, por a duhet të dorëzohemi, a nuk besojmë në shpërblimin nga Allahu Gjellëshanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. Heqja dorë është cilësi që duhet ta keni nëse doni të mbroheni nga fatkeqësia dhe të regjistroheni te të afërmit te Allahu Gjellëshanuhu. Dhe pastaj ai veçon heqjen dorë nga mëkatet. A nuk është i lumtur individi që nuk është i varur nga mëkati? A nuk është e lumtur shoqëria që nuk shpenzon për shërimin e të varurve, por investon në arsimim? Mendimi është cilësi që duhet ta kemi. Ebu Bekri radiallahu anhu e veçon posaçërisht mendimin për pasojat. Knatësia e vërtetë është largimi i së keqës. Muhamedi alayhis salam thot, një orë mendim është më e vlefshme se një vit ibadet. Të mendosh për pasojat e mëkateve, të mendosh për pasojat është më me vlerë se një vit adhurimi, pa menduar e duke shkaktuar problem me pasojat të paparashikueshme. Allahu Gjellëshanuhu e ka pajisur njeriu me mendje, që botën ta rregulloj, baraspeshën ta ruaj, të jetoj në nënshtrim sikurse gjithçka tjetër. Frika nga përgjegjësia. Kush nuk friksohet nga përgjegjësia në këtë botë, në tjetrën do të friksohet nga dënimi. Allahu Gjellëshanuhu thot në një hadith kutsi, nuk do t'ja bashkoj robit tim di frika dhe di siguri. Kush më friksohet në dynja, do t'jeti sigurt në ahiret. Por kush nuk më friksohet në dynja, do t'jet i tmeruar nga dënimi në ahiret. Frika nga përgjegjësia, këtu ishtin njerëzit të bëjnë mirë, ishtin njerëzit të ndërtojnë një shoqëri të lumtur, të ndihmojnë njëri tjetrin. Prandaj, çdo ditë duhet ta kemi parasysh ditën kur do të qëndrojmë para Allahu Gjellëshanuhu wa Gjelle Gjelaluhu dhe do të na thuhet Iqra kitabek, lexo librin tënd. Prandaj, çdo ditë në atë libër shkruaj vepra të mira që të jetë mirë për të gjithë. Mendimi është cilësi që duhet ta kemi, por mundimi është që të jetë i kënaqur Allahu Gjellëshanuhu me të. E ai thot, përpiquni, Allahu i dërguari dhe besimtarët do ta shohin mundin tuaj. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, kush ngrihet të punojë ndonjë punë për të treguar para të tjerëve, nga dëshira për famë, do t'i bëhet i neveritshëm Allahu Gjellëshanuhu, derisa ta ndryshojë motivin e vet. Mundim, jo që njerëzit të na vlerësojnë, por që të na vlerësojë Allahu Gjellëshanuhu, e pastaj do të na vlerësojnë edhe njerëzit. Butësia, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu Gjellëshanuhu dëshiron t'i bëjë dikujt mirë, i ja jep butësinë. Dhe vazhdon hadithi, si kur butësia të ishte krijesë, ju nuk do të shihnit asgjë më të bukur, e si kur zemrimi të ishte krijesë, ju nuk do të shihnit asgjë më të shëmtuar. Zemrimi nuk e bën shoqërinë të lumtur, por butësia e bën. Por kur dëgjojmë hadithin vijues, do të na bëhet krejt e qartë pse shoqëria jonë është e rënduar me probleme dhe pse problemet nuk do të zhduken
derisa të mos ndryshojmë vetë. Muadh ibn Gjebeli radiallahu anhu përcjell se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në kohën e para kiametit do të jetë një gjendje kur njerëzit formalisht nga jashtë do të jenë miq, e brenda vetës do të jenë armiq për njëri tjetrin. E sahabët e pyetën: si është e mundur që njerëzit të duken si miq, të luajnë në rolin e miqësisë, kurse brenda vetës të ndjejnë urrejtje dyshim për njëri tjetrin? Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: kur t'i lidhin interesat, do të jenë miq, por për shkak të urrejtjes që kanë brenda vetës, do të ndjejnë frikë nga njëri tjetri. A jemi ne të tillë? Le të kthehemi sot në shtëpi me një jetë që të ndryshojmë. O Zot i lartësuar, ndihmona neve. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.